Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studia e Radio Kosovës, ku po fillojmë edicionin e radhës të emisionit Stetoskop. Tema që kemi përgjellë për ta trajtuar sot ka të bëjë me prostatën, përkatësisht me smundjet më të shpeshta të këtij organi. Për të bashkëbiseduar në këtë temë, në emisionin kemi ftuar profesor Dr. Faredin Veselaj, urolog. Dr. Faredin Veselaj, mirë se erdhën në emisionin Stetoskop. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e jamja që përmes këtij bashkëbisedimi të japim informacione sa më të mira në qëllim të edukimit sa më të mirë të popullatës, domethënë edukimit shëndetësor. Para se të fillojmë flasim për smundjet më të shpeshta, ju kisha lutur që pak njohuri për dëgjuesit për prostatën. Çfarë organi është dhe cili është roli dhe funksioni i saj? Prostata është një organ mashkullor, i cili është kryesisht gjendroro-muskulor, i cili është i vendosur në pjesën e fundme të poshtme të pelvikut, apo që në gjuhën popullore që thënë në pjesën e fundit të barkut, i cili është vetëm të meshkujt. Është i vendosur nën fshikëzën e urinës dhe para zorrës së trashë, para rektumit, në pjesën më fundore të barkut dhe pjesa poshtme janë muskulatura e barkut, e cila e mbron të gjitha organet si një lloj mbështetje. Cili është roli i prostatës? Në mes të prostata njëkohësisht është një lloj edhe udhkryqi, të themi, i kanaleve urinare dhe i kanaleve seksuale mashkullore. Prandaj kjo jep edhe rëndësinë shumë të madhe, pasi që shumë sëmundje të prostatës afektojnë në të dy problemet, domethënë edhe në problemin e dellës të ujit dhe në problemet seksuale. Tani, çfarë roli ka prostata? Prostata ka një rol për prodhimin e lëngut, i cili është material ushqyes për spermatozoidet, për faren e cila prodhohet në testise. Dhe gjatë grumbullimit nxjerrjes së fares, prostata prodhon një lëng ushqyes shumë të domosdoshëm për planifikimin familjar më tutje. Duke pas një pozitë kyçe prostata, ajo është e atakuar prej shumë smundjeve të ndryshme. Megjithatë, prostata te fëmijët është shumë pak e zhvilluar. Prandaj edhe nuk ka smundje të prostatës të fëmijës. Shumë të rralla janë disa tumore të fëmijëve ekstrem rrallë, në disa miliona një rast mund të paraqitet. Megjithatë, zhvillimi i prostatës fillon pas pubertetit. Domethënë në pubertet fillon me zhvillu gjendra e prostatës, e cila merr një mallësi rreth 12 gramsh, ne themi sa një gështoj e madhe, me bazën që e ka nga fshikësa e urinës dhe mojen apo apeksin të drejtuar në drejtim nga poshtë, dhe në mes të prostatës është kanali urinar uretra, i cila mundson rrjedhjen e urinës. Doktor, sigurisht edhe organe tjera, edhe prostata është atakuar nga smundje të ndryshme. Cilat janë disa nga smundjet më të shpeshta që ju i hasnin praktikën e përditshme? Tani, smundjet më të shpesha të prostatës janë smundjet inflamatore, infeksionet, që ne thojmë me termin prostatitet, i cili mund të jetë akut dhe kronik. Pastaj, rritja e prostatës me moshë, rritja e butë e prostatës, benigne apo adenoma e prostatës, e cila zhvillimin e ka pas moshës 40 vjeç e ptutje, por shprehet më tepër me simptome sigurisht rreth moshës 55 dhe i 75 vjeçare, domethënë këtë moshë më tepër atakon, dhe smundjet e treta janë smundjet e kancerit të prostatës, adenokarcinoma, të cilat kryesisht paraqiten mas moshave 45 vjeçare, por prapë thamë më të shprehura janë rreth moshës 60-65 vjeçare. Cila prej tyre është më e shpeshtë që ju e hasni dhe natyrisht më rrezikshme për Gjithsesi të tri më rrezikshme sigurisht është kanceri i prostatës, i cili paraqitet në moshat e shtyera, por ne do të diskutojmë fillimisht për smundjet inflamatore, në fund do të diskutojmë edhe për kancerin e prostatës. Tani, prostatiti, inflamacioni i prostatës paraqitet në të gjitha moshës, prej moshës 17 vjeçare, prej kur fillon jeta seksuale deri në moshat e shtyra, domethënë deri në moshën 60 vjeçare. Ç'është manifestohen? Manifestohet me simptome
Të gjitha të trija sëmundjet, pothuajse kanë simptome të njëjta. Domethënë janë simptome irritative urinare, urinime të shpeshta, urinime me djegësim. Por simptomi më i shpeshtë është dhembja në pjesën e poshtme të barkut, urinimi me ndërprerje, vështirësi në urinim, deri në blokadë, deri në mbyllje të urinimit, deri në pamundësi të urinimit. Megjithatë, infeksionet, prostatiti ka simptome të veçanta. Nëse është prostatit akut, domethënë ai fillon shpejt, fillon me ethe, fillon me temperaturë, domethënë paraqet një gjendje të përgjithshme, pothuajse sikur të gjitha sëmundjet inflamatore. Paraqitet kryesisht të rit, si pasojë infeksioneve urogenitale dhe trajtimi kryesor i këtij inflamacioni është me antibiotik. Normal, për të detektuar se cila kemi të bëjmë me infeksion apo me një rritje të prostatës benigne apo me kancer, ne fillimisht duhet të bëjmë analizat. Nga analizat rutine që janë sedimentacioni, CRP-ja, leukocitet, gjitha këto analiza kur ka inflamacion janë të rritura. Pastaj edhe analizat rutine, analiza e sheqerit, analizat e veshkëve si punojnë, pasi që edhe inflamacionet janë më të shpeshtë te pacientët të cilët kanë edhe krasa edhe diabetin. Por trajtimi i infeksionit akut, prostatitit akut, është shërohet mirë dhe zakonisht një terapi 3 javëshe me antibiotik problemin e zgjidh. Megjithatë, prostatiti akut shpeshherë kalon në prostatit kronik. Dhe pothuajse shumica e meshkujve në moshën 25-60 vjeçare kanë prostatit kronik, kanë simptome të prostatitit kronik, pothuajse shumica. Çfarë simptome jep? Jep urinime pak më të shpesha, dhembje kopas kohë në pjesën e poshtme të barkut, në regionin ku më prostata, vështirësi në urinim, kanjëherë pengesa edhe erektile, çrregullime edhe në aspektin seksual. Prandaj janë simptome që pothuajse janë të ngjashme edhe te rritja benigne e prostatës. Megjithatë, prostatiti kronik ka 2 lloje. Ka prostatit kronik bakterial me bakterje dhe prostatit kronik abakterial. Prandaj është punë e urologut që pacientët që vinë me kësi simptome, krahas kërkesës për të bërë analizën e PSA-s, e cila është një lloj, po themi, tumor markeri për prostat, të ekzaminojmë edhe analizat mikrobiologjike, domethënë urinokulturën dhe spermokulturën. Dhe të shumica e pjesë e pacientëve me prostatit kronik, sidomos të moshat të cilat janë 23-4 vjeçare dhe në moshën 50-55 vjeçare, infeksionet bakteriale janë të shpesha si pasojë e jetës në qift. Domethënë, aktiviteti seksual rrit prevalencën, mundësinë për infeksionet të cilat ne i quajmë infeksionet urogenitale. Prandaj nëse spermokultura na ka dhënë një rezultat se kemi të bëjmë me infeksion, atëherë duhet trajtuar me antibiotik. Së paku 21 ditë deri 28 ditë. Muj me thonë që prostata dhe prostatiti është një nga infeksionet të cilat më së gjatë trajtohen me antibiotik. Dhe pse kjo ndodh? Shpeshherë edhe pacientët pyesin pse doktor ka gjatë antibiotik. Për faktin se prostata ka pak qarkullim gjakut dhe antibiotiku shumë vështirë deporton në prostatë. Serostati saj ka nevojë kohë gjatë me kohë për të vepruar. Është vetëm infeksionet e eshtrave janë më të vështira për trajtim, por megjithatë trajtohen. Një pi faktorëve të rëndësishëm gjatë trajtimit të prostatitit kronik bakterial është edhe trajtimi i qiftit. Nuk mund ta më shëru në prostatitin kronik nëse jeta në qift zhvillohet pa mbrojtje. Prandaj, kusht për të shëruar prostatitin kronik është trajtimi i mashkullit me antibiotik, raportet me mbrojtje dhe diagnostifikimi i infeksionit edhe te partnerja nëse ka infeksion edhe trajtimi. Prandaj jeta seksuale pa mbrojtje mund të zhvillohet vetëm pas trajtimit të prostatitit kronik bakterial. Përndryshe, bakteret do të shëtisin herë te mashkulli, herë te femra dhe si e tillë infeksioni do të vazhdojë. Çka ndodh nëse problemet tilla nuk trajtohen me kohë? Mund të ketë komplikacione të tjera. Tani, çdo sëmundje, çdo entitet i cili nuk trajtohet, sigurisht që ka komplikacione. Mos trajtimi, mosnjohuria e mirë për problemet me prostatitin kronik, për shembull, ose dhimbjen në pjesën e chronic pelvic pain syndrome, që thon dhimbjen e fundit të barkut në gjuhën popullore, që komplikacioni i parë është dëmtimi i kualitetit të jetës. Ndjenja jo e mirë. Domethënë edhe ajo ka impakt edhe në gjendjen emocionale të individit, edhe në aktivitetin në punën, në efikasitetin. Prandaj pacientët
duhet konsultuar mjekun, duhet kuptuar ku është problemi në mënyrë që komplikacionet të vona të jenë më të pakta ose më vonë të shprehura. Mirë po, pacientët nuk mundën gjithmonë të shkojnë atë kompanimin se kam qenë një herë te mjeku, më ka thonë ti prostatit kronik edhe u kry punën e di çfarë mjekun. Pasi që prostata edhe organizmi është një organ i cili punon, ndryshon. Si rezultati i ndryshimeve në prostatë, si rezultati i ndryshimeve vjen deri rritja e indit prostatës, që ne thojmë rritja prostatës ose adenoma prostatës apo hiperplazia prostatës. Mirë po, gjatë rritjes së prostatës mund të shkohet rritja edhe në drejtim të keq, mund të zhvillohet edhe kanceri i prostatës. Për këtë arsye, kontrollat pas moshës 40 vjeçare, në rastet kur prindi ka pas kancer të prostatës, atëherë kontrollat rutine duhet vazhdojnë mas moshës 40 vjeçare, ndërsa për detektimin e hershëm të kancerit të prostatës, ndërsa në kushte rutine më shkujt mas moshës 45 vjeçare duhet të kenë kontrolla të rregullta te urologu dhe kontroll të rregullt të PSA-s së paku një herë në vit. Çka është PSA-ja? PSA-ja është një protein, një lang, diçka që e prodhon prostata në gjak. Ato e prodhon edhe prostata një mashkulli 17 vjeçar, e prodhon edhe 25, edhe 35, edhe 45, edhe 55, edhe 65 vjeçar. Dhe nivelet e saj me mosh shkojnë duke u rritur. Për shembull, ta morëm në moshën 30-35 vjeçare deri 40 vjeçare, niveli deri 2 nanogram është vlerë normale. Në moshën deri 50 vjeçare, 55 vjeçare mund të mirë deri në 4. 4 deri 60 vjet deri në 4. Pas moshës 60 vjeçare tolerohet niveli pak më i lartë, dikon deri 5.5, në disa literatura, në disa vende edhe deri 6.9. Prandaj, kur e shohni PSA të nalta, nuk mujna me njerë me shpoll, më zvet, është kancer. Pasi që ka disa gjendje tjera të cilët e rritin vlerën e PSA-s në momentin kur na ekzaminojmë në laborator. Për shembull, aktiviteti seksual në mbrëmje, në mëngjes nëse bëhet analiza PSA-s, rezultati PSA-s del më lart. Vozitja bicikletës, domethënë ndikon në rritjen e PSA-s. Kjo ndikon nëse bëhet vozitja shumë e shprehur. Pastaj, defekacioni ka njerë kapslëki, ndikon. Ekzaminimet që bën mjeku, ekzaminimi qoftë dikë rektal ose kur hyn me kamerë rrit. Pra janë disa gjendje që rritin. Por një për gjendjeve të cilët na vjen në dilemë, a është kancer apo diçka tjetër, është inflamacione. Pra, edhe inflamacionet e prostatës e rritin PSA. Dhe neve kur na vjen një vlerë PSA-s, e para nuk du ta shpallëm e rritur, nuk du ta shpallëm se më njerë kancer, pasi që sot në kohën e sotëm të gjithë pacientët që kanë PSA-n e lartë vinë të shqetësuar. Të gjithë lexojnë në internet edhe vlera PSA-s e lartë më njerë të jep dyshimin për kancer. Jo, nuk janë gjitha vlerat e PSA-s kancer, prandaj gjatë ekzaminimeve kur konstatohet se kemi të bëjmë me inflamacion, fillimisht ne duhet ta trajtojmë me antibiotik. Dhe në kontrollën e radhës, mas 10 dite e vlerësojmë PSA. Në rast se PSA-ja ka zbritur, që ndodh rastet me inflamacion, atëherë pacientin e qetësojmë, i tregojmë se kemi pas një infeksion të prostatës, vazhdojna me terapi, nuk kemi dyshime për kancer. Nëse vlera PSA-s është e rritur, atëherë ne duhet të bëjmë planet për diagnostifikim të prostatës. Kur bëjmë analizën e PSA-s të dytën, kërkojmë edhe ekzaminimin e një derivatit të lirë të PSA-s. PSA-ja çarkullon në gjak si komplete, por edhe një si e lirë, forma e lirë. Prandaj bëjmë PSA dhe free PSA. Këto janë analizat prostatës të cilat bëjnë pothuajse në të gjitha laboratoret. Dhe literatura thotë se nëse një pacient ka PSA-n e rritur dhe free PSA-n shumë të ulur, në 90% të vlerës totale, atëherë rritet dyshimi më i madh për kancer. Dhe në rastet të tilla kur ne veç kemi dyshime për kancer, bëhet ekzaminimi diktorektal i prostatës, i cili është një ekzaminim rutin të urologu, i cili vlerëson si duket prostata, pasi që me gisht mund të preket prostata. Prostata normalisht, prostata ashnosh ka një mallësi të gështenjes, është e butë, është elastike, kur ta prek nuk dhem, dhe në mes e ka një farë sulkusi, një farë lugine, i cila ndon pjesën e djathtë prej pjesës të majtë. Pra, është e lëvizshme, nuk është e ndihshme, dhe është e butë sikur lëra e gishtit të madhe, e dorës. Po. Dhe nuk reagon me dhembje. Dërsa prostata kur ka kancer palpohet, e fortë, sikur eshtra, me nyje. Pastaj, nuk ka dhimbje, asajo. Është e hub sulkusi, nuk e vren, domethënë duket sikur mandarin. Ka njerë është e fiksuar, nuk lëviz. Dhe këtu karakteristika tregon se prostata ka dyshim për kancer. Për dallim
Në rastet kur ka prostatit, kur ka infeksion, prostata gjatë ekzaminimit diktorektal duket se është e ndihshme, dhemb gjatë prekjes, është pak më e fortë, mirë po karakteristika tjera i ka, domethënë është e lëvizshme, gjatë çdo lëvizje reagon me dhembje të mëdha dhe ajo shenjë se ka inflamacion. Nëse ekzaminimi diktorektal ka qenë i dyshimt, atëherë pacienti duhet m'ia bëjë biopsinë e prostatës për të vendosur diagnozën e saktë. Vetëm biopsia e prostatës ose që bëhet përmes sondës transrektale, ne i thëjmë trus biopsia e prostatës, domethënë përmes ultrazërit bëhet, që është një procedurë shumë e lehtë, shumë ndoshta pa dhimbje, pa dhimbje, apo me një dhimbje të themi minimale, ashtu sikur injeksionet intramuskulare që kur e shpon, dhe e cila mundson që përmes ultrazërit, duke përcjell direkt në ekran, përmes një udhërrëfyesi, mirret në vendet, në të gjitha vendet e prostatës. Nëse ka gjatë ultrazërit ka dyshim me ndonjë pjesë, atëherë aty fokusi më tepër mirën mostra më tepër. Në formë standarde mirën 10 deri në 12 mostra, të cilat dërgohen për ekzaminim histopatologjik. Për opinionin është mirë me ditë se është shumë vështirë që me ultrazë ne të detektojmë fazën e hershme të tumorit. Është shumë vështirë me diagnostifiku prostatitin kronik, me dallu prej prostatës benigне dhe prej kancerit në fazat e hershme. Po flasim në fazat e hershme. Në fazat kur kanceri është zhvilluar, është i madh, ai duket shumë lehtë, duket edhe me gisht, po duket edhe me ultrazon. Prandaj kjo e bën të rëndësishme ekzaminimin e mëshkëve për prostatë, pasi që në fazat e hershme është vështirë me dallu prostatitin kronik prej kancerit në fazat e hershme dhe për hiperplazionit benign të prostatës apo adenomas prostatës, që edhe kjo është shumë e shprehur te meshkujt e moshuar. Në rast se diagnoza na ka ardhur për kancer të prostatës, atëherë kanceri i prostatës me ekzaminim histopatologjik patologu e ndon na përcakton edhe egërsinë e kancerit. Çfarë do të thonë, na i thojmë na Gleason score. Gleason score është një ekzaminim të cilën patologu e përcakton varësisht nga ndryshimet që kanë qelizat e kancerit, e cakton 1 deri në 5. Shkalla. Gleasoni 1, 2 janë prostata e mirë. Gleasoni 3, do të thonë ka ndryshime të kancerit, po nuk janë shumë të shprehura, nuk është shumë i egër ta themi. Gleasoni 4 ka një egërsi mesatare, na thojnë shkalla malignitetit mesatar. Dhe Gleasoni 5 është Gleasoni shumë i egër, qelizat janë shumë të ndryshuar, na thojmë shumë të egra, shumë maligne. Dhe pastaj shumë këtij Gleasonit mlidhet, domethënë, për shembull Gleasoni 2+2 4 është mirë. Gleasoni 3+2 është kemi shenjat të kancerit të lehta. Gleasoni 3+3 është një kancer relativisht me shkallë të ulët të malignitetit. Gleasoni 7, domethënë 4+3, është një mesatar. Përsa Gleasoni 8, 9, domethënë shumë 4+4 ose 5+4 ose 5+5 është bukur malign. Dhe tash, varësisht nga kjo, ne përcaktojmë, nëse kemi një pacient me Gleason 6, themi ka një kancer me shkallë të ulët të malignitetit, megjithatë është kancer. Se kemi një kancer me shkallë me Gleason 10, atëherë themi një kancer bukur malign. Megjithatë, vetëm Gleasoni nuk është përcaktues për kancerin e prostatës. Ndikon edhe faza, në çfarë faze ne kemi gjetë kancerin. Pra është kanceri i prostatës vetëm në një pjesë të prostatës, a është në krejt prostatën, apo ka dalë jashtë kapsullës e prostatës, a ka gjondra limfatike, apo ka metastaza në eshtra. Pra, për këtë arsye në kancerin e prostatës e ndojmë në 3 faza. Në kancerin e lokalizuar në prostat, në kancerin që ka avancu lokalisht, domethënë prostatën e ka thy kapsullën, si më thënë e ka thy gardhin, ka dalë pak skajnë, megjithatë mundet ai me hek. Dhe kancerin metastatik, kur kanceri veç ka dalë jashtë prostatës në organet përreth, apo ka gjondra limfatike, apo ka metastaza edhe në eshtra. Dhe për këtë arsye thash kemi këndarje në kanceri lokalizuar, kancer
lokalisht i avancuar dhe kanceri metastatik. Dhe varësisht prej shkallës së zhvillimit bëhet edhe trajtimi, apo jo? Edhe një faktor tjetër që e përcakton është mosha. Për shembull, nëse kanceri është i lokalizuar dhe pacienti është deri në gjallë të 5 vjet, në disa raste me kondicion të mirë edhe deri në 70 vjet, atëherë trajtimi duhet të dihet është operacioni për heqjen komplete të prostatës, të vezikulave seminale, do të thonë komplet heqjen e prostatës. Prandaj kjo është prostatektomi radikale, ne e thojmë, e cila mund të realizohet me operacion të hapur, çka e bëjmë ne këtu, mund të bëhet në mënyrë laparoskopike, por në fundit në disa vende bëhet edhe me robot. Prandaj themi prostatektomia radikale e hapur, prostatektomia radikale laparoskopike dhe robotike. Të trijat e kanë në qëllim me hek prostatën me kancer, se kanceri është vetëm brenda prostatës dhe kjo garanton shërim të plotë në mbi 95%. Çfarë është kualiteti jetësor i këtyre personave kur bëjnë heqjen e prostatës? Sigurisht kanceri do rrezikojë shumë më tepër dhe kualiteti jetësor është i mirë, megjithatë komplikacionet mas operimeve janë kjo. Një pjesë e pacientëve në 3-4 muajt e parë, disa edhe kohë më gjatë, kanë një rrjedhje të pavullnetshme të urinës, pa kontroll. Aspekti seksual, domethënë bukur shumë zvoglohet, bjen, pasi që gjatë operimit fijet nervore, çarkullimi i gjakut bukur dëmtohen dhe si rezultat kemi një rrëmje të potencës maskullore dhe shumë rrallë vendi ku është hekur prostata dhe kemi lidhjen apo anastomozën e rezervuarit të urinës apo fshikës së urinës me kanalin urinar, nganjëherë din me kriju ngushtica të cilat zakonisht zgjidhen lehtë. Por marrë përgjithsisht, komplikacionet mas janë të vogla dhe pjesa dërmuese e pacientëve, ndoshta mbi 70% të pacientëve kanë një kvalitet jetës të mirë. Doktor, kemi hyrë minutat e fundit të emisionit dhe sigurisht se për fund flasim për preventiven. Ka mundësi që të prevenohen këto probleme? Unë para se të foli për preventive kisha folë edhe pak se nuk janë krejt pacientët të cilët kanë trajtohen me operacione të hapura. Kanceri prostatës më shumë tish paraqitet në moshat më të shtyra, madje edhe mas moshës 70 vjeçare, dhe si tillë jo të gjithë pacientët duhet operuar. Shpeshherë përkundër metodave të mira diagnostike që kemi edhe në Kosovë, domethënë kanë mundësi me bë PSA-n, kanë mundësi me bë biopsin, kanë mundësi me bë rezonanca magnetike, e cila rezonanca magnetike na tregon se kanceri a ka dalë jashtë prostatës, ose nganjëherë rezonanca magnetike mund të përdoret si një metodë screeningu për me pa ndryshimin, i cili nëse rezonanca jep një ndryshim të caktuar prostatë dhe kemi një PSA vlerave pak të rritura na përshpejton procedurat për me bë biopsin, por rezonanca na tregon edhe aushtri, kanceri jashtë prostatës. Dhe tashti, për fat të keq, edhe përkundër asaj që metodat për zbulimin e hershëm të kancerit prostatës janë mirë, janë prezente në Kosovë, një pjesë e madhe pacientëve vinë në fazat e vona, vinë në fazat kur kanceri veç ka avancu. Dhe shpeshherë pacientët e tillë në momentin që bëhet biopsia vërteton se ka kancerin, është bërë rezonanca, tregon që ka gjondra limfatike apo nashta edhe metastazën e eshtra, e bën një ekzaminim, na i thojmë sinografia e kockave dhe kuptojmë se vërtet kemi një pacient me metastazë në kocka. Këta pacienta shpeshherë vinë në një gjendje që mos është tash fundi kë, domethënë mos është prognoza e keqe. Megjithatë, i vetmi karcinom i cila ka, unë kisha thonë edhe kur është metastatik ka prognozë goxha të mirë është kanceri prostatës. Edhe trajtimi bëhet me terapi hormonale. Terapia hormonale është një lloj kastrimi medicinal mjekësor, i cili mundson tërheqjen e gjöndrave limfatike dhe mundson tërheqjen në shumë raste, ndoshta në 70% raste edhe të metastazave në eshtra. Prandaj këta pacient kemi për shembull unë kam pacienta që s'paku 2-13 vjet që trajtoj. Kanë ardhur me një kancer me metastaza në eshtra, po dhe sot janë trajtohen, ose kanë ardhur dhe janë gjallë. Prandaj shpeshherë motivoj pacientat që them se nëse një pacient ka metastaza në eshtra, nuk do të thotë se në 3-4 muajt e fundit është fundi i jetës së tij. Jo, përkundrazi, terapia hormonale është terapia e dorës së parë, i cili ka efikasitet shumë të mirë, terapi të cilën institucionet shëndetësore në Kosovë e sigurojnë Ministria e Shëndetësisë, dhe këto janë disa ampullat që mirën çdo 3 muaj dhe janë disa tabletat që mirën çdo ditë. Në rast se ka metastaza në eshtra, mirët edhe infuzione çdo muaj. Kjo terapi është rezervuar
për të gjithë pacientët të cilët janë më të ri se 70 vjet, nëse në momentin e diagnostifikimit kanë pas metastaza, por kjo terapi është rezervuar edhe për pacientët të cilët e kanë kancerin në prostat, edhe pse s'kanë metastaza, por janë në moshë të shtyrë, janë në moshë 70, 75 vjeçare, kanë probleme me zemër, kanë probleme me diabet, për ata të cilët nuk është i rezervuar në operimi. Preventiva? Paraqitja e kancerit është një enigmë për të gjitha kanceret. Megjithatë, mendoj që preventiva më e mirë e kancerit është zbulimi i hershëm. Preventiva më e mirë është kontrollat sistematike. Në shumë vende të botës bëhet screening, është obligative me bon PCR mas moshës 45 vjeçare. Varet prej shteteve, disa kanë mas moshës 50 vjeçare. Pra ju jep tesa. Një herë në vit. Një herë në vit bëhet PCR për moshat deri në 60 vjeçare. Pas moshës 60 vjeçare, është mirë të bëhet çdo 6 muaj. Në rast se vlerat e PCR-s janë kufitare, kisha thënë në vlerat më të rritura, në kufit të normales, atëherë rekomandimi mund të bëhet edhe mbas 3 muajve, në mënyrë që me kohë të vrejmë atë dinamikën e rritjes. Ne si urolog më tepër vlerësojmë atë trendin se sa rritje, ramje dhe zbritje kur kemi. Ka një PSA me 4, vlera tjetër mbas 3 muaj ose 6 muaj vjen me 2. Këto e kuptojmë se ndryshimet inflamatore kanë qenë prezente në kohën kur ka dalë vlera më e lartë. Kur është trajtuar inflamacioni, vlera PSA-s ka ra mirë. Dhe kjo është arsyeja pse nuk duhet një PSA të lartë që në fillim ta trajtojmë si kancer. Pra preventiva më e mirë është kontrollat rutine me ultrazon, me ekzaminimin diktorektal dhe në rastet ku ka dyshime me u bë biopsia prostatës. Pra PSA-ja, ekzaminimi diktorektal dhe biopsia prostatës janë çelësi për diagnostifikimin sa më të herë të kancerit të prostatës. A ndikojnë ushqimet edhe në këto problemet? Sigurisht që flitet shumë për ushqimet të cilat janë pikante, ushqimet të cilat janë nga skara, për shembull mishi shumë i fërguar, ka substanca kancerogjene. Megjithatë, ende nuk kemi një faktor rreziku i cili është mosha o faktor rrezikut. Me moshë, shkëndër moshë. Shumë kohë flitet edhe për inflamacionet, ka një lidhje të lehtë mes të infeksioneve të shpeshta origjinale dhe paraqitjes më të shpeshtë të kancerit të prostatës. Megjithatë, këta pacienta shpeshherë duke trajtuar infeksionin diagnostikojnë herët kancerin nëse ju paraqitet. Pastaj, kanceri i prostatës është më i shpeshtë në botën të afroamerikanët, në botën perindimore ku ushqimi shtazor përdoret më tepër, aty ku përdoret ushqimi bimor është më i rrallë. Për shembull, kanceri i prostatës është dukshëm më i rrallë në shtetet aziatike. Faktorë tjerë, aktiviteti seksual nuk është faktor i mirë, nuk është faktor i negativ i cili rrit prezencën e kancerit. Ushqimi shëndetshëm me pemë, perime, më tepër, aktiviteti sportiv, që se si ka një efekt mirë në mos paraqitjen pak a shumë apo në paraqitjen sa më të vonë të kancerit. Doktor Faridin Veselaj, nëse nuk keni asgjë për të shtuar për fund, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop. Faleminderit për ftesën, përshëndetje juve, po dhe të gjithë dëgjuesit e juajt, edhe uroj që me këto informacione që kemi dhënë që hinë në shërbim në mënyrë që të keni informacion sa më të mirë për prostatën, për inflamacionet e prostatës dhe për kancerin e prostatës. Faleminderit shumë. Nderoj. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe me tutje në valë të programit tonë.